një ofertë për PDK-n, duke pas parasysh situatën e vështirë me LDK-n, e cila ka shpreh një vullnet, po edhe mbas kuvendit grupi parlamentar mund të jetë gjys-gjys për shkak të situatës në këtë subjekt politik. Dhe do ta zgjidhte gjithë problematikën, po themi të krijimit të institucioneve, një marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Para se të vi këtu të kjo pikë, më lejo vetëm shkurtimisht më duhet bëj një lloj paranteze. Okej. Për te dallimeve që ne mund kemi në përkufizimin e sistemit tonë politik, është demokraci kushtetuese, demokraci parlamentare etj. etj. Legitimiteti që buron në këtë sistem është i lidhur direkt me kandidaturat për kryeministër edhe me një program zgjedhor. Pra, ne jemi demokraci parlamentare esencialisht, gjithsesi ne dalim me një propozim për kryeministër. Dhe kompozicioni parlamentar është rezultati një vullneti politik i cili artikulohet përmes një kandidaturë me të votuar që është për kryeministër. Tash, momenti kur ti merr 51%, unë nuk shoh asnjë arsye aty që më pastaj të fusësh edhe një instancë tjetër shtetërore për brenda dialogut ndërpartijak për krijimin e institucioneve, dialog i cili do duhet të shtetërojë në momentin kur ti i ke fitu 51% për sa i përket kuvendit edhe qeverisë. Tash, presidenti është shndruar në një lloj leve politike për të shantazhuar vazhdimisht përpjekjet legjitime për ndërtuar qeverinë, pikërisht mbi faktin se ti je i paafëmër nxjerr presidentin me 80 vota. Por realisht, që thashë në fillim, kur ti del në garë politike, në garë elektorale, del për program zgjedhor, program politik, edhe del për kryeministër, po jo edhe për president. Kështu që duhet të mbyllet kapitulli i konstituimit të kuvendit, edhe qeverisë, pastaj presidenti, ashtu sikurse edhe është për nga funksioni kushtetues, duhet garantoj unitetin politik. Ju keni numrat për konstituar kuvendin dhe për të bërë qeverinë. Por filluat bisedimet kësaj radhe, është parë shumë mirë kjo, pak më herët që të merrni vesh ndoshta me subjekte politike. U zhvillua një raund bisedimesh, por nuk zgjati më. A di ku është rreziku? Rreziku për mua është ky, që nëse ti edhe pasi ke marrë 51%, edhe nëse një koalicion më i gjerë para zgjedhor, po fiton të zgjedhjet, azo mund të jetë PDK, LDK, AOK. Nuk ka kuptim pastaj që në atë rast vetvendose më dalë dhe më thonë, jo, për president unë prapë duhet të bëhem hisedar në qeverisje. Pra 51% që mendoj është kufiri i krijimit të dy institucioneve kryesorë që është kuvendi edhe kryeministri. Çka ndodh? Veç ta përmendoj. Se efektet janë në pastaj të mënyrës që funksionon sistemi. Çka ndodh kur ti edhe presidentin e bën pjesë të dialogut për qeverinë, pjesë të negociatave për qeverinë? Automatikisht kemi shku me një koalicion të gjerë. Me 85 vota për shembull. 85 vota të kesh qeveri, një majorancë, kush po të mbetet në parlament. Por unë mendoj që ne duhet të mendojmë edhe për një opozitë të fortë në parlament, sidomos për shkak të një situate dhe gjendje gjeopolitike, si me thonë, të ndihshme në raport, si me thonë, me gjitha me Serbinë, dialoget etj. Neve na duhet një opozitë të fortë që i bën përballë ose mund përballet edhe me qëndrimet të pushtetit në raport me Serbinë. Ashtu sikur se ka qenë dikur vetëndose në raport me pushtetin. Ose mund duhet unitet i madh për disa çështje, disa agjenda për cilat ju po flisni. Në raport me Serbinë unë mendoj që duhet kemi një opozitë fortë. A keni një ofertë? Dhe çka dhe përfundova. Po përfundoj. Në sistemin tonë, pushteti kryesor në demokracitë parlamentare, qeveria po zgjedhet me 51%, me 61 vota me shumicën absolute të kuvendit. Dhe ky pushtet i ka të gjitha levat, dhe më thonë edhe administrimin e buxhetit, funksionet kryesore shtetërore, bordet, ndërmarrjet publike etj. Ndërkohë që për zgjedhjen e presidentit që ka kryesisht funksion ceremonial, përjashtimisht faktit që lidhet me dekretimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, ti po i kërkon 80 vota. Por mendoj që këtu jemi ka çalojmë në një anomali kushtetuese, që është derivati një akt vendimi të gjykatës kushtetuese, që e bën kvorumin e ka ngrit nga 61 në 80 vota. Unë mendoj kështu. Fakti që e bën të pamundshme praktikisht kalimin nga raundi i parë në raundin e tretë për të votuar 61 vota. Kjo do thotë që norma që e nxjerr ky akt vendimi i gjykatës kushtetuese është në funksion të paralizimit të jetës politike. Ose të rujtjes, po themi